që sot po munohet një narrativ më bo që muslimant mjekrosha apo hoxhallarët mjekrosha janë shpionat të servisë. Apo do më bo që ke narrativ. Pse e kanë gjetë një munafik që nuk e njohim, na nuk e dim, s'po gjykoj për ato, po në përgjithësi që munafikat çdo herë kanë ekzistuar. Një shpion i e përpara e shet vetin, e shet edhe gruan edhe fëmijën edhe kret, edhe se ka gojë për islamaj. Ka gojën e parës. Edhe hinë që tu, në mesin e xhamatit dhe shkakton probleme të shkakton. E si i rekrutojnë këta njerëz? Janë dy sene vëzni. Shpionat në një është njëri i dopt për ka natyra, shantazhohet lehtë, e ka bën një gjuna, e kap shërbimi sekret dhe i thot, unë ta di çka ke boti. Nëse ti nuk bosh me mu, unë ti shes përpara kret, këtë çka ke bo. Edhe ti bosh vegël e tynve, pa dashje. Dhe nënën tjetër, ke hin kamat, ki borxhe të mëdhaja, e din shërbimi sekret qoftë te na subhanallahu i kanë bo shërbimi sekret vetë shkive. Po ti çdo shteti, shërbim sekret ku e u kufarve, ti nisoj. Shpioni ati, apo shpioni ati, shpioni ti. Edhe ishe që ki borxhe, thot, na ti pagujmë borxhe dhe veç me neve për në ti. Po hinën ato luga, Allah në rujtë. E po munohen me instalu në popull, se unë ndjeki shumë debatet i këshyri, qka flasin, se pa tjetër më duhet, se unë ligjerata jam, edhe du të me di qa pëndodh. I sho që po dënë me bo një narrativ në popull, populli mu sensibilizu edhe mi thonë populli që qëta që kur t'i shini në për xhamia, qëta me mikra, qëta jenë dora zgjatër e sërbisë. Edhe kur të shetë yaj, kur ti flet për fe, e thot le se ti shpionje. E du të me pas kujdes. Që thjesht ti më tut mos e mi këqyr njerëzve cili është shpion, cili është besimtar. Por edhe anën tjetër, du të me pas kujdes e vllaje. Ka pas rast, vllazni, ka ardhur një pini shtetit, s'po du me cek shtetin, mjekrën e kalshu, ka ardhur me gelabije, edhe tu i nxit vllaznin. Filon shtetin do të mja kështu, do të mja bo, do të mi qunë hava, të shku në për bazat e disa shteteve të këforit, do të mi qu këta në kome senën e këni, dulë në fund, vete pranej njëri të cies. Pse po bjen ti në mërin direkte po bosh vegël e ti? Pse s'pe rrujsh vetin? Pse po flet në djatë të shmajt? Bënoj meqen, se i muslimante. Bënoj meqen. Mos të bëjnë budal ty me të kapë në fjallë, e mas të më futë në burg. Vallaj, kur të futësh më burg për fjallën e Allah dhe sunetin e pejgamberit a.s. duke mbrojt akidën selefi e kish problem tek Allah. Veç për budallakina, vallaj, të vjen i nati. Vjen i nati o valla me him burg për budallakina. Për një fjallë gojë, laf gojë që s'ka asni dobi, edhe me him me shkatru familjen. Do të me pas kujdes, sepse edhe nëse nuk je pjesë e një strukture të keqe, apo të shërbimeve të ndryshme, ti në mërin direkte mush mi shërby shpionëve të huaj që me të shkaktu trazira në vendin tënd edhe me pas shërë në vendin tënd. E potencova që ta, për shkak se në kohët e fundit, javët e fundit, shumë u tu për flitë që kjo mesele, e kom qef, kur flitet një mesele, sidomos për muslimant, me trajtu këto që mu konë sy qelë. Muslimant mu konë sy qelë, mos me ra pre, e një personive që e ka mjekrën edhe për njerë me thonë, a vlla musliman, vlla musliman, ka dalë të njof njerë, kush jeti. A din që ka ndodhë rastin në Siri? Kom qitë një video, s'po di a keni ngu, vetë shërbimi sekret i Siris e ka fut këto brenda aty. Shërbimi sekret këta Siria, Shia, Rafid janë konë Alevi. Tash është ndryshe. Tash e ka marrë qeverin dikush tjetër, Sunni. Edhe kanë po një person pak që është ma agresiv kështu. Edhe i kanë thonë qëre, apo ta jepim ty një xhami në Halep më dohet, edhe ti thiri njerëzit në xhihad. Edhe ai po del hap tazi pi thret njerëzit rinien në xhihad, e shteti kur gjës po bën. Këta persona vllazni, nëse dalin hap tazi, thrasin për luftë. Hap tazi, në mënyrë individuale, si shteti kur e shpall xhihadin, më kon shteti muslimanëve islam sa diçka tjetër. Ama hap tazi nuk arrestohet, nuk bëhet kurrë prej shtetit, dyshoni. Sa është njëri tynve. Është njëri tynve që e nxit, ose o budall. Që s'ka heq, apo do veç full, ndjatesh, mëse ka gole heq. I nxit i rinin vllazni, sunnit, rinin.
i nxiti në Siri edhe i çoi në Irak. Për më godit amerikanëve në Siri, në Irak. Amerikanë tash pikëqyrin ka po vjen ky sulmi që hinin në Irak. Për dini që e pushtoi Irakun në kodën e Saddam Husseinit. Edhe shkon rinia të shkretit 3, 17, 18, 20 vjet. Edhe i çon. Shteti vet. Bile i ka ofru edhe automjete shërbimi i asi. Këta s'kan ditë shkretit. I çojnë në Pakistan. I çojnë në Irak. Kur Amerika mur vesh që po vjen sulmi prej njerëzve të Siris, i tha Siris apinal, a unë të hina në Siri, Asadit. Asadi vendosi minal, u kryma misioni, e msheli kufinin këta 3 shkretit metën në Irak. Kur çdo që donte mu kthy në Siri, futsin në burg. A u boj njëjta gjë me Kosovën e me Sirin vëllazni? Në fillim i lan, a shkun rinia. Kur dëshin mu kthy, veç ligjin tak e ndryshon edhe të futën në burg. Pse s'po bosh i meqëm? Pse për shkak çure, deri dje 10 milion i kanë lyp për Sharajin. I kanë lyp 10 milion për kokën e Sharajit Ahmed Shara, kryetari presidenti i Siris. Sot me kanë u taku? Sot njëri më i mirë. Çur politika që është ndryshon. Bonoj meqëm. Mos bjen prej politikës. Deri dje ishte njeriu terrorist, i thanë, apo 10 milion i ofruan, ndërsa sot del në foto bashkë me ta. Del në foto bashkë me ta. Andaj, ngoni hoxhallart. Mos ngoni njerëz të paditur. Ngoni ulemat. Sepse fitnet çdo herë ndodhin. Dhe muslimani zbon mu hongër prej të njëjtës vrim, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Nëse njerë ki gabu, mos bjerë edhe njerë ati. Bone davetin dhe disoj popullin që kjo është meri më i madh për anti-islamistat, për ata që e sulmojnë islamin. Kur t'i shohin xhamia tona të mbushme, kur t'i shohin islam, ka erë islamit në vendin tonë, çaj është merri tynve. Ç'kjo është merri tynve? Të merri tynve nuk është na. Mu qu edhe me boni sulm vetë vrasës në Kosovë. Pse qafirat po sulmojnë, hajde na ta bëjmë në sulm vetë vrasës. Nuk është kjo. Kjo është dobi e kufarëve. A e dini rastin në shpesh e thom? A e dini rastin e 2014-15? I keni ngundë është ta videot. E kum cek shpesh. Kur u arrestun që ata 150 vetë. E dini? Kur u arrestun që ata kur ke ISIS që lufta që ke. E kanë zonë një shka prej Serbis me armatim brenda në Gepek që ka dasht me bo sulm në hotelin Grand, në kohën e Krishtlindjeve. Edhe që ka mu lidhë ati? Na lidhëmi. Thot, këta e kanë sulmu, këta kanë bo. Se ju në arrestu o gjallart, ju në arrestu besimtart. Qëre krishterët këta kunder krishterëve, kunder kishave, kunder këtynve, e nuk u bën muslimani me rong të sene. Do të më koni meqëm. Me bot davet, step by step që thuhet, shejen fe shejen, dhe më thonë kada ka dole, ata i të meron kjo. E shejtani nuk len step by step. Shejtani, kur ta shetje të cakun, thot pini hap në 10 hap për dole, kështu. Pas smojsh. Nuk mundesh. Hade shkon tretin në katin e tret, po të katërtin e të pestin nuk mundesh. Andaj kada ka dole. Se hadithi pejgamberit të sësam. Nëse ti don me marr ato për një herë, privohesh prej asaj, thot. Andaj është gradualisht duhet me pas, edhe duhet me pas kujdes, mo lidh me hoxhallar, mo lidh me dietar, mi pa ata hoxhallar që janë të lidhëm lidh se që i kanë dietart, e pastaj do më thonë me bot davetin me lena Allahut subhanahu wa taala, tan kuon flet për fe, apo i emocionum, namazën e sabat se fal me xhamat. Ku po lypesh ti atëra hajr? Nuk ki hajr. Nëse se fal namazën e sabat me xhamat. Nuk ki hajr Allah. Gjihadi më i madh është mas pari me nifsin tënd, i cili duhet bëhet me namaz sabat fillat. Nëse te gjihadin më të madh nuk e bën me nifsin tënd, si ke me bë gjihadin para armikut? Që kjo është e para. Gjihadi i nifsit. Andaj gjihadi apo ekzekutimet i takojnë institucioneve. Nuk mirë 10-15 vet gjihad me bë. Hajde po bëjmë gjihad luftë se Allah na ka thonë, na ka tregu për vlerën e madhe të xhihadit edhe u kry puna. Jo, vllazni ka dalë.
ka dale se nuk është qashtu të qysh, sepse do me shkaktoni, do me të pariparushme, 15-20 vjetë bën davet, edhe në fund qka, i dëmton këtë muslimat, e nesër kime dhonë logari para Allahot. Kime dhonë logari që e ki bo këto. Qërë rastin ka qanik që ndodhi? Do shta ta hitë se kanë bo. Po si kur ta kishin bo, nemën të fes, a di shkëtë më thonë e aji? Qfar do mi shkakton muslimanve? Muhamedi a.s. Vlazni, munafiku, a ekzekutohet në islam? Po, tradhtor është ai. Ai munafiku ekzekutohet. Muhamedi a.s. a kishte emrin e munafikave? Kreti kishte. Ai burshtetas u kon khalife, u kon të më thonë udhëhec, shtetëror u kon. Pse si ka myt munafikat? Pse si ka myt thot pyetja? Për një qëllim, për një dobi. Sepse, ati që ka thonë? Ka thonë, me bo mi mytun e këta, tjerë tash m'akuzojnë e më thonë Muhamedi a.s. shokët e vetë për mytë. Për një dobi të madhe, të muslimanve si ka mytë. A i ka pos emrin vllazni, emrat i ka pos, që i kanë bo shërë në mesin e muslimanve, kanë shpionu, kanë shku të kufort, ju kanë shpionu, po Muhamedi a.s. si ka mbyt shkaku që, për një dobi më të madhe. Andaj du të mi mësu këto lojna, edhe hoxhallar du të me folën këtë aspekt më shumë, për gjematin, mi rujt gjematin. Edhe nëse gjemati ruhet, vllazni, manë në mend, armiqtë e islamit i skenojnë gjëra. Për kalëzën një artikull, një lajmë, ka ndodhë me një shtet, në Amerikë më dohët, nuk e di, në Amerikë po më dohët, FBI-a e ka që një shpion të vetë në gjami. Shpionin e vetë në gjami e ka që, FBI. E ka që. Edhe të i nëzit. Gjihadi, shteti, anekni, këta di që kanë bu? Këta e kanë lajmru FBI-n. Këta logikën, që në dash? Se po jetë është në shtetet e kufarve, aty s'ki shaki me bu. Edhe ja u ka prish këtë matematikat. Valla në ka një personit dyshimt. Ato ndështë edhe kanë ditë e kanë marrë vesh. Që mi kalëzu atyve që na e morëm vesh ku shoki. Për këto logikën. Du të mi mësu këto lojna të kufarve. Kretë qëlimin e kanë të musliman të ri. Mi mledh musliman të ri, mi shkatru... Se, o vllazni, këtë trina, pëshini, Davidin, kushin të e bo? Tridin të e bo? Nuk janë plesh të e bo Davidin. Për atë arsye, fokusi i anti-islamistave është tek rinia. Ta rujmë rinin. Rune rinin. Dhe bëni David sa të muni. Në për shpijat juja, në të në për gjamia, deke dorsme, vetëm të rinjallët. Deri sa Allah subhanahu wa ta'ala e ndryshon mendësin, e ndryshon gjendjen. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ndryshon gjendjen e një populli, deri sa të ndryshon ju vetën e juj. Allah e vllazni, unë jam më i muqëm se ju, para 20 vjetë, që ky interesimi islamit sot që është nuk ka qenë. Sot gjamia që është mbushën par 20 vjetën nuk ka qenë. Senet po ndryshojnë për shkak Davidit, po veç lypët sabër. Veç bëjmë sabër, të bëjmë, me lenë Allah të kanë ndryshu senet insha Allahu ta'ala.